Mirë se erdhët në Bima dhe shëndetim me doktor Ylli Merjan. Do të flasim për përballlimin e vapës, dhe mos për grupet të cilët janë më të rrezikuar, grupet të moshuar, gratë shtatzana, fëmijët. Kështu që kemi mënyra për të shpjeguar dhe për të treguar se si të mposhtim këto temperaturat larta që pritet të vinë në muajt në vazhdim. Mirë se erdhët, doktor. Mirë se gjej. Shiko, vapa është e mirë, sepse patë nuk do pikturoheshin ato qershie, kumlle, kajsie, shalqinje, pjeprat, pra ky i bën këto gjërat. Pra ne na duhen ato, po plus edhe kjo ka stinën e vet, kohën e vet, ne duhet ta mirë menaxhojmë atë. Kjo është ne të shëndeti dhe strukturat tek mënyrën se si duhet i konceptojmë tashmë ndërtimet, qytetet, sepse kanë ndryshuar, me ndryshimet klimatike janë piket e temperaturave më të larta, kështu që unë e ti për të ndryshuar strukturën e qytetit sa si rrim jemi do. absolutisht, Por që të jemi kështu si mesazh në një fjalë të mirë dhe në një këshillin që shiko kohën e vapës menaxhojeni në këtë mënyrë. Përdorni këto ushqime, përdorni këtë ecje, për shembull, ruajuni nga piku i vapës, se si thot populli është sikur të bie në kokë. Ose të këshillojmë njerëzit për shembull që ka për shembull medikamente farmaceutike, po e quajmë insulinën. Ai kudo që të shkojë ai duhet ta mbajë me vete. Por nëse temperatura shkon në pikun e lartë, ky është mirë ta ruaj atë. Pra të mos ta ekspozoj, ta mbaj ndoshta të mbështjellë me ndonjë varak alumini, t'i vëmë diçka të ftohtë afër që kjo të mos të na degradojë, se mund edhe të prishet nga temperatura e lartë. Po kështu edhe ndonjë medikament farmaceutik që e kërkon temperaturën e ruajtjes deri në 25 gradë, për shembull. Pra, në këtë drejti ne t'ju japim këshilla njerëzve. Absolutisht, dhe të mos grupeve që janë më të ndjeshme ndaj këtyre temperaturave. Kuptohet. Cilat janë për shembull grupet më të ndjeshme? Të moshuarit, me sëmundje kronike. Moshat mbi 60 vjeç. Dhe nga këta të moshuar duhet të veçohen së paku ata që kanë problematika me diabetin, me tensionin, ata që kanë sëmundje dy fishe në organizmin e tyre, për shembull, ka që janë me diabet, po ka dhe një insuficiencë të veshkave, ose një insuficiencë të zemrës. Këta duhet të jenë grupi i parë që duhet të jenë më të mbrojturit. Absolutisht. Dhe theci më tutje fëmijët, sidomos fëmijët e vegjël që janë disa muajsh që ne i shohim i marrin me vete në plazhe kështu, po ata si thua dielli i rrëmben menjëherë. Mirë është që ata të mbahen gjithmonë, pra të zbulohen 5-6 minuta në mëngjes nga ora 9 deri në 10 maksimumi, deri në 10 minuta. Edhe 10 minuta pas dite. Pjesën tjetër, këta duhet jenë të mbuluar me një mantel të bardhë, të hollë kështu, që ti largoj rrezet e diellit, sigurisht edhe në hijen e çadrës. Sepse edhe në hijen e çadrës ai rrezatimi ultraviolet beta, që është çik i dëmshëm, ai depërton aty në brendësi. Qartë. Pra, mos mendojmë se jemi poshtë çadrës, jemi në hije dhe nuk marrim rrezatim, qoftë edhe për të tjerët. Ndodhe, unë kam provuar për shembull kemi patur një kuti kremi me SPF 50, por që reagonte karshi intensitetit të ndriçimit diellor, ose ato syze që nxihen ose errësohen, si thuash, në varësi nga intensiteti i ndriçimit diellor. Ato edhe aty brenda në çadër e thyejnë atë ngjyrën, domethënë fillon një errësim i lehtë, që do të thotë që shiko, edhe këtu në çadër ka rrezatim. E prandaj fëmijët që e kanë atë sistemin e tyre imunitar dhe përshtatje ndaj temperaturave, si thua është i brisht, është i paformuar akoma dhe ky mund të na rrëmbet nga vapa menjëherë. Prandaj duhet mbajtur në kushte shumë të mira. Çfarë ndodhin pastaj këto simptomat? Jo vetëm djegja e lëkurës, është djegja e lëkurës. Po edhe goditja nga dielli, që është akoma dhe më e rrezikshme. Jo, është djegja, pastaj fillojnë këto tjerat. Pra ai rrëmbet, si thua, për 15-20 minuta ai rrëmbet. 5 deri në 10 është e mjaftueshme dhe në fillim të niset me pak. 2-3 e bëjmë 4-5 derisa të arrijmë 10. Shumë të kujdesshëm duhet të jenë këta që kanë luhatje të tensionit. Tek të gjithë njerëzit ndodh kjo gjë, sidomos në temperaturën e lartë, zgjerohen arteriet dhe venat. Dhe zemra duhet të rrisi punën e saj,
në mënyrë që të përballoj këtë zgjerim të arterieve. Po, ky zgjerimi vjen si pasojë e temperaturës së lartë. Kur futet në det, për shembull, ata e ndjejnë atë ndryshimin dhe trupi bëhet më kompakt. Por kur jemi në rër, për shembull, ky zgjerim i arterieve patjetër shoqërohet me sforcim të punës së zemrës. Atëherë, sidomos ata që janë të prirur për të patur problematika me tensionin, është mirë që ta shmangin këtë pikun, patjetër, nga ora 11 deri nga ora 3-4, është mirë që këta të rrinë në çadër. Dhe sidomos grupimi mbi moshën 65 vjeç. Atëherë, edhe ata që nuk kanë problematika të tilla të dukshme, të kësaj edhe moshe, nga mosha 50 deri në 65, duhet të jenë më të kujdesshëm, por mbi këtë duhet të tregojmë shumë të kujdesshëm. Pasi nga përvoja ka patur njerëz që nga presioni mund të na çajnë arterie për shembull, po mund të çajet në kokë e jep një ishemi për shembull, po dikujt mund t'i çajet në stomak, në pjesën e brendshme. Pra, krijojmë problematika që njeriu, unë mendoj, i ka në dorë t'i menaxhojë, t'i shmangi ato. Qoftë duke e para të qëndrojnë larg pikut në zonat e mbrojtura, siç janë në shtëpi apo që janë freskë, sepse tani edhe në ambientet e shtëpisë ka familje që ndoshta nuk e kanë mundësinë për ta freskuar siç duhet dhe ajo vapa është mbytse pa kondicioner dhe pa freskuese, por gjithsesi, a kemi disa çajra të cilat na i drejtojnë më mirë, na bëjnë që ta përballojmë vapën më lehtë? Patjetër, po. Shiko, në majën e piramidës, në këshillën e parë të gjithë njerëzve, të gjithë qytetarëve, duhet të jetë kjo. Përdorni ujë në mënyrë të vazhdueshme. Lëkura është ajo që ne na dehidraton, largon, avullon ujë. Po bashkë me ujin, na ikin edhe disa mikroelementë, siç është natriumi dhe kaliumi. Po kaliumi është shumë i dobishëm për të na ruajtur atë balancën e tensionit konstant. Dhe ky po na u larguan nëpërmjet djersës, ne është mirë që ta zvendësojmë atë. Pra, një pirje ujit në çdo 2 orë për të moshuarit do të ishte shumë e volitshme për ta, shumë e dobishme. Atëherë, ose do marrim pak ujë, ose nga pak dhall, ose mund të ham për shembull kumbulla, kajsi, ose i ziejmë ato, mund të vemi tek një çaj i parë për shembull. Çaj me kumbulla dhe me kajsi. Nëse na ikën pak kalium, na i zvendësojnë këto. Nëse na ikin pak antioksidant, i marrim nga lëngu i kumbullës, i cili është një balancues i këtyre mikroelementëve, por njëkohësisht edhe përshpejtues i sistemit të tretjes dhe të jashtëqitjes. Pra, thjesht me 1-2 gota në ditë, neve zgjidhim një problematik në organizmin tonë. Mund të përdorim për shembull në energjikun mendrën ose dhe menten. Si çaj dhe shtrydhim në të një limon. Dhe këtë ujë e pim gjatë ditës. Edhe ky është rigjenerues, është freskues dhe ajo vitamin C që do të ndodhet tek limoni dhe tek lëkurat e tij, ato gjëndrat yndyrore, sigurisht që do të na ndikojë shumë mirë për balancimin e ujit në organizëm. Pra nuk do të më lexoj që të ujin temperaturën e ambientit, se gabojmë tani në verë nga vapa, na e do trupi atë të ftohtë dhe vrapojmë të konsumojmë ujin sa më të ftohtë të mundshëm në frigorifer. A është e dëmshme kjo për organizmin? Ajo e ftohta sikur na jep atë kënaqësinë e çastit. Por nuk ma shuan etjen asnjëherë. Vetëm ato 2-3 minuta dhe pak një ftohtësirë në barkë që sa të vërë, si thuash, në sforcim, mëlçin, në mënyrë që kjo të lodhe, të sforcohet dhe thjesht ta çojë përsëri atë që ne pim në temperaturën e trupit, 36 gradë. Kështu që ai ujë me temperaturën e ambientit gjithmonë ju krijon mundësi njerëzve që të mos kenë etje. Pra, se konsumon dhe më shumë kur është në temperaturën e ambientit. Kur është i ftohtë, do të pish më shumë se e pi në mënyrë me të vërtetë pa kuptim. Kur është në temperaturë ambienti, ne do të pim aq sa mund të themi gjysmë gote deri në 1 gotë. Se thua sikur nuk po më tërheq kjo, po ne atë duam. Të pish nga pak, shumë herë, që goja, pjesa e faringut e kështu të na rinë të lagura, të zbutura.
dhe t'i japim organizmit pak e nga pak. Po. Të tjera çajra, do kemi të shoh që ke sjellë dhe hibiskun që do të jetë besoj një ndihmë shumë e madhe për tensionin e lartë. Po patjetër, ne kemi thënë një herë që shiko, hibiskusi është ndër bimët më të para që na ndikon menjëherë në uljen e atyre kolpove të larta që mund të ketë tensioni i lartë i gjakut dhe këtë mund ta shoqërojmë shumë mirë edhe me një lugë çaj deri në një lugë supe uthull molle. Atëre, mjafton që ta hedhim këtë në ujë të vakët, hibiskusin, e lëm aty pa e vluar fare, do të vëmë re që çaj do të marrë atë ngjyrën e atij rubini të kuq, dhe kjo uthulla e mollës do të mështoj pak acidet organike në të. Dhe pamja e tij bëhet e mrekullueshme, si ngjyrë dhe po kështu edhe shija, dhe bëhet një çaj që trupi e tërheq. Pra, duke marrë këtë, mbrojmë zemrën, duke mbrojtur zemrën, luftojmë si thuash enjtjet e këmbëve, edhe dhimbjet e tyre, që shumë njerëz me zemër, me veshka, me diabete, i vuajnë për shkak të mos qarkullimit mirë. Problematik. Atëhere, mund të themi prap një kujdes tjetër për diabetikët. Sidomos ka njerëz që janë me neuropati, do me thënë ka humbur si thuash ndjeshmëria në pjesën e poshtme të gjymtyrëve. Dhe nëse këta do të bëjnë një ecje në rërën e nxehtë, sidomos kur është ai piku nga ora 12 deri nga ora 14, që ne nuk mund të ecim dot 10 hapa dhe na përvlohet shputa e këmbës, këta nuk e kanë këtë luks që ta ndjejnë dhe ta kuptojnë. Pra ata nëse do të ecin në rërën e thatë, është e sigurt që do të djegin lëkurën e këmbës në pjesën e poshtme të shputës. Sepse nuk e ndjejnë, po sa pjesa tjetër. Ka humbur ndjeshmëria. Ai mund të vërë dorën mbi sobë të nxehtë dhe nuk e kupton. Atëhere, si mund t'ju themi këtyre? Ose këta duhet ecin me shapka, ose këta ecjen buzdetit nëse do ta bëjnë në këtë orar që nuk është e mirë për ta, është mirë të ecin në rërën e lagur. Ose të futen deri tek gjunjët në ujin e detit. Rëra tonë, deti jonë është i mrekullueshëm, cep me cep të Shqipërisë. Mund të ecësh për bukuri, anash detit dhe nuk të vret, s'ka guri çka fare, është vetëm rërë e imët. E lagur, e freskët, kështu që patjetër. Pra, këta nëse do të ecin për qejf, le të themi, nuk ju bën mirë dielli, po për qejf këta duhet të ecin në rërë, vetëm tek rëra e lagur. Dhe njëkohësisht, ndezje së këmbëve, këta mund t'i kundërpërgjigjen me mbajtjen që këmbëve kështu lartë. Për shembull, ai mund të shtrihet me shpinë te rëra dhe i vëm këmbët te shezlloni. Dhe aty sikur do bëjmë pak ushtrime, në mënyrë që gjaku të mvite pjesa e kyçit të këmbës dhe shputa e saj, dhe të më nxiti dhe të më përmirësoj qarkullimin e gjakut. Në këtë mënyrë, ne ulim atë pragun e ndezjes së këmbëve. Shoh njerëz në plazh që mbulohen me rër, futen dhe bëjnë atë mbulim në komplet të trupit me rër. Ka ndonjë përfitim real të mbuluarit të komplet me rër? Po sigurisht ka. Për çfarë bëjnë? Çfarë na sjell? Ai do të marrë aty jod. Kjo është e padiskutuar. Plus e keqa e kësaj është kjo, do më thënë trupi sikur largon një pjesë të lagështirës, e prandaj ai duhet të pi ujë. Pra, këtë jod që ai merr, kuptohet në njësi në miniatur mikro, por e merr e përfiton, sepse ky duke qenë i rënd, nuk ngrihet lart që thotë ajo të marr pak avull jodi. Jo, ajo është vetëm në rërë. Këtu. Dhe neve duke u mbuluar, duke u mbështjell me rërën, marrim jod. Por marrim edhe mikroelemente tjerë. Pra, marrim plot probiotik, të cilët na ngjiten në lëkurën tonë të trupit dhe japin ato efektet e tyre pozitive në organizëm. Por që duhet pi ujë. Absolutisht, për të ndëstuar ato që do të largohet, që humbetet pikërisht e përthithja e nga rëra. Meqenëse themi tek detit, e rëra, përfitimet që marrim nga uji i detit, për ata që e shfrytëzojnë në maksimum ujin e detit. Po ja, pra që u themi, det të mbush zemrën, të gjallëron trupin, përmirëson dukshëm qarkullimin e gjakut, pse thashun të ecim në ujin e ftohtë, në mëngjes, na ngushton arteriet dhe venat, dhe na ndihmon më së miri edhe në luftimin e këtyre variqeve. Pra ecja, sidomos uji i ftohtë i mëngjesit. Plus na ndihmon në largimin e sëmundjeve reumatizmale, sidomos ambienti i ftohtë.
atëhere, po të menaxhohet temperatura, pra rrezatimi diellor në raport edhe me ujin, përfitimet përsëri do të jenë të shumta. Ne humbasim një pjesë të ujit dhe lëkura edhe në kontakt me atë ujin e kripur të detit, sikur humbet ose sheshon ato rrudhat, pra lëkura jone e vëmëre bëhet më but, më elastike, më fëminore dhe sepse ushqet me ato patjetër, ai mineralet ka që ndodhen në të. mikroelement të shumtë aty. Ka njerëz që shkojnë shumë në thellësi, marrin atë ujin në të thellësinë më të madhe që mund të arrijnë dhe e përdorin qoftë edhe për ta konsumuar. Dikur gjyshet na thoshin që lajni ose lagini ato bluzat kanatierët e fëmijëve se kanë ato kriprat dhe i përdornin për raste të ftohjes. Sidomos kur kanë koll. Po. Pra, kripa e zezë e detit, e shoqëruar me pak të verdha vezësh, le të themi për një fëmijë, 2-3 verdha vezësh, 2 luggjelle krip, një t'ja përhapur si mask mbi lëkurë, një bluzë me mënga të shkurtra, ja lëm aty tërë natën, ditën tjetër mushkëritë e tij janë të pastra, të shëndetshme. Pra, këto probiotik që gjenden në natyrë, kjo krip që neve e quajmë, nuk ka thjesht natrium edhe klor, edhe ai natriumi haj se i duhet organizmit. Pavarësisht se klori është gryes, po pastron lëkurën, dhe sidomos ne kemi vënë re gjithë ata që janë me psoriazis, që janë me smundjen e mykut, e ekzema e kështu, prania e tyre në ujin e detit i ndihmon më së miri. Plus, kur dalin jashtë, si thuash, bëhen 2-3 faktorë pozitiv që bëjnë që smundjet e psoriazit dhe të ekzemës të minimizojnë atë efektin e tyre dëmtues në organizmin e njeriut. Tani në vap ato fillojnë dhe të përkeqësojnë më shumë apo? Jo, ato psoriazis në vap eliminohet, thua ti ushërua njeriu. Dhe me të vërtet shëndoshet, por ne duhet të bëjmë atë që ndërkohë që neve e gjetëm një aleat, diellin dhe detin për ta sulmuar këtë, mirë është që të bëhet sulmi edhe nga së brendshmi. Në mënyrë që po të ndihmohet trupi, po të ndihmohen këto antikorpuset që të godasin mbi sëmundjen, atëhere shkalla e zhvillimit të saj në vjeshtë dhe ndimër nuk do t'jetë më siç ka qenë më parë, po do t'jetë shumë e ulët. Do doja tani, doktor, vazhdojmë të bisedë dhe për të folur dhe për çajrat të tjerë, për shembull siç është murizi, pse ndihmon tani në përballimin e vapës, të nxirrni numrin në ekran për të mirëpritur shumë telefonues, të cilët kanë mbetur dhe nga java e shkuar, nga hëna e shkuar pa komunikuar me ju, kështu që telefononi në numrin që shihni në ekran për çdo pyetje që keni. Si përdorim lulen e murizit tani në vapë? Pra, ne përmendëm që, shiko, zemra është ajo që goditet, si thuash, më shumë. Sepse arrin të po patjetër, zgjerohen arteriet, kjo duhet të punojmë shumë. Dhe kam një të moshuar që nuk bën palestër, që nuk bën ushtrime të lehta, palestër jo si njëri, po ushtrime, një aktivitet fizik. Muskujt e tij lëshohen. Edhe zemra është një muskull. Nëse neve do bëjmë ushtrime, qoftë edhe ushtrime force e kështu, do të vëmë re që me të vërtet zemrën do ta kemi të shëndetshme, nëse ngjitemi në malore. Po për ata që nuk e kanë këtë luks, po e quajmë, shumë i mirë është murrizi. Murrizi, Crataegus monogynia, kjo një bërthamorja, ka këtë veçori. Ka disa acide triterpenike, ka disa flavonoide në brendësi që muskulaturës së zemrës sikur i forcojnë ato fibrat e saj dhe kjo bëhet më e shëndetshme. E plus kësaj, arterieve dhe venave ju jep një elasticitet. Kështu që na ndihmon më së miri në uljen e hipertensionit arterial. Po, që mund të përdoret së bashku dhe me hibiskusin, apo jo duke po, qenë se janë të dyja për... Po, mund të bëjnë edhe që të dyja së bashku, po. Përshëndetje, kam britur një telefonat. E mirëpresim në studio. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët zonjë. Pyetja juaj cila është? Mirëmëngjes. Unë kam një pyetje për doktorin. Atëre, unë jam në fundin e kurimit me për mykun. Kam dhe 2 javë për të mbaruar kurën. Me po tani më ka filluar një idhërim në mëngjes të gojës, edhe një djegje, jo djegje, po ngacmim në natën. Dua që të vete të urinoj. Diabetes nuk e kam. Megjithëse në të kurën për mykun, e kam futur edhe bisha qeshje, edhe isra. Tani, si mund ta eliminoj këtë idhërimin edhe këtë
ngritjen, mbet nga fëmijë të shpisa aty. Shiko, nuk është se kemi vetëm një diagnozë të zonja. Ajo, ngacmimit e vezika urinare, ose në pjesën e fundit të daljes, duhet kemi të bëjmë në një infekcion urinar. Dhe më e mundshme, ky infekcion bakterial, E bëra. mund të jetë Escherichia coli, po? Ka bërë dhe kurën, thot, për infekcionin? E bëra atë urinën. Po, e bëra atë për urinën dhe më doli negativ. Nuk doli pastër. Mas e mbjellja nuk e di mbjell. Po. Mirë, ne nuk do të paragjykojmë atë, por në përgjithësi femrat infektojnë shumë lehtë, sepse atë kanalin e kanë shumë të shkurtër dhe Escherichia coli që rri në sistemin e tretjes mundet që të na kalojë në pjesën intime para. Atëre, zonja do të ishte shumë mirë që së paku me këtë çajin të lahet edhe në pjesën para. Bishtat e qershisë ka bërë shumë mirë që i ka shtuar. Nëse mund të ketë edhe diçka tjetër, tash Stina ka kamomilin, lulen e basanin e kështu, është mirë që t'i shtoj nga pak në përdorim. Sepse më përmendi edhe këtë gojen e thatë ose të hidhur. Në mëngjes. Kjo nuk diskutohet që ka lidhje e para me mëlçin, me heparin, e dyta diçka në pjesën e faringut këtu, ose ndonjë myk i lehtë ose diçka tjetër. Meqense kjo është trajtuar për mykun. Po qëse e pina të çajin e mykut, kjo do t'i bëj shumë mirë. Por le të shikojmë gjuhën në mëngjes, nëse është e zbardhur, ta pastroj mirë, ta shplaj me këtë çajin që pi, dhe është mirë të shtojmë atë lulen e basanit që ka plot tash në vendin tonë, të njohëm të freskët, edhe pak kamomil. Qartë, faleminderit doktor, nëse kemi tjetër telefonat, ta mirëpresim dhe vendosim një radhë pas radhe, duke qenë se janë minutat e fundit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Po, ju dëgjojmë zonjë, përshëndetje. Kam një pyetje për vetë. Po? Përshëndetje. Kalova një viroz para një jave. Po? Një jave, dhe ajo ishte me bark, me të gjella, edhe mbas asaj, po në të njëjtën ditë, u infektova jashmase në pjesët intime. Poshtë, Po? u bëra, sa të them, vajta më thanë që myk. Po? Mykun mora atë ilaçin e përdora. Po? Prap unë e kam pak. Si mund të bëj, të lutem? Po? Vemi te sirtari kuzhinës dhe veprojmë kështu. Marrim pak rigon, për shembull 2 lugë gjelle rigon, 1 lugë gjelle mendër, 7-8 karafila. Pra, do të fokusohemi tek problematikat që më tha zonja. Edhe përgatisim një çaj. E përdorim këtë çajin për të pirë, pra nëse do të na bëhen 3 lugë gjelle nga kjo edhe 7-8 karafila, le t'i hedhim 4 gota me ujë. Pim 2 deri në 3 nga kjo dhe njëkohësisht 1 gotë mund ta përdorim për shplarje nga poshtë. Nëse kemi propolisin me rigon, zonja mund të veprojë kështu dhe shumë thjesht problemin poshtë e zgjidh plotësisht. Hedh në dorë një 15-20 pika propolis dhe mund të shtojmë edhe 1 lugë kafe me ujë. Lyejm mirë atë pjesën intime dhe do të vëmë re, do të japi një djegje të lehtë dhe mbas kësaj gjithçka qetësohet, neutralizohet. Pra mbas çajit mund të bëjmë këtë dezinfektimin me propolisin. Ndërsa çajrat që kjo do të pi, nuk diskutohet që ajo diareja do të ndalohet, kjo është e pa diskutuar. Zonja bën mirë që të rregulloj pak florën bakteriale në sistemin e tretjes në këtë mënyrë. Ose pjekim një ftua në furrën e sobës, e lëm të ftohet, e presim në fetat holla dhe i lyejmë me pak mjalk, pra marrim probiotik nga mjalti, shtojmë pak rigon në të dhe e konsumojmë. Ose mollë të pjekur. Me këto të dyja, neve, si thua, qetësojmë atë peristaltik të zorës të irrituar nga këto parazite që ndodhen aty. E para, e dyta, mundet që të marrim 1 gotë kos me 1 lugë gjelle niseshte, e tresim edhe këtë edhe e pim. Me këto të 2 veprime, diareja nuk diskutohet që do të ndalet. Mundet të bëjmë edhe këtë gjë
që gjatë ditës një pjatë në ditë le të jetë me pilafin e orizit. Ose nëse ka fëmijë të vegjël që e kanë këtë si fenomen, virozat me barke me kështu, një llapa me miell orizi ju bën jashtëzakonisht mirë. Qartë. Janë të shpeshta tani Po këto diaret, patjetër. qoftë nga ushqimet, qoftë nga Ka të virozat. raste kishim dje që dilnin 15 herë në ditë. Dhe është Në darkë po thuajse që të gjithë ishin të kënaqur, thjesht vetëm me këto trajtime të shumë. Qartë. Për ta nënvizuar këtë, do ta keni edhe në YouTube-in ton komplet bisedën që zhvilluam, disa këshilla, ndoshta nuk mjaftoi koha për t'i dhënë të gjitha, po këtu jemi dhe të orën e ardhshme do të ndalemi tek të tjera këshilla. Faleminderit doktor, faleminderit dhe telefonuesve. Bisedën do ta gjeni edhe një herë në kanalin ton në YouTube Rreze Dielli. Javë të mbarë, doktor. Faleminderit. Mirupafshim, shihemi nesër.